Besoj që pyetja për skeptikët nuk ka të bëjë me ata që janë skeptik në raportin me BE, por ka të bëjë me ata që janë plotësisht të përkushtuar dhe të dashuruar me BE-n dhe kanë pyetje, pikë pyetje për ne, për BE-n, a do të ndodhë vërtet, a është reale, a do të marim më në fund atë për cilën kemi ndëruar për kaq gjatë, apo do të kemi edhe një herë një periudhë si më parë. Po këtu dua të ndalem për një sekond dhe të them Dërni vitet që po punojmë së bashku e gjatë të cilave po luftojmë të ecim përpara dhe me të gjitha vështirësitë, me të gjitha sprapsjet, me të gjitha shpullat e grushtet, në qoftë se do nxjerrësh nga panorama Bashkimin Evropian dhe do të mbash në këtë panoramë mua qeverinë, shqiptarët që bëjnë më të mirën e tyre, a do të ishte Shqipëria ajo që është sot? Jo. Ky proces na ka ndihmuar në mënyra që në të kundër do të ishin të pamundura, sepse mund të tingëlloj patetik apo quheni si të doni. Por është njësoj si të shkosh në shkollë dhe të duhet të mundohesh e të thonë që duhet përmirësohesh e të duhet të thonë që duhet të vish prapë se provimin se ke bërë mjaftueshëm me kështu me radhë, por në fund në qoftë se nuk heq dorë, në qoftë se vazhdon me këmbëngulje, fiton. Ajo çfarë Shqipëria e shqiptarët fitojnë nga ky proces është diçka që shkon përtej grup kapitujve e vetë antarësimi formal. Ata fitojnë, ne fitojnë një vend i cili bazohet në institucione që funksionon në bazë të shtetit të së drejtës, që funksionon bazuar në të gjitha standardet dhe parimet që i bëjnë vendet e BE-s kaq të admiruara. Do ju thoja po, viti fundit ka qenë jashtëzakonshëm sepse ka qenë shpërblyes, por pa vitet që i paraprin, të cilat nuk ishin shpërblyese, edhe pse punonim fort, ky nuk do të kishte ardhur. Ndaj të jesh skeptik nuk është gjë e keqe.